Fillimisht në njën më të madhe dhe më të thellë, shtojmë 4 vezë të plota. Tani vazhdojmë që të shtojmë tek brumi një gotë me sheqer. Gota që po përdorun është gotë prej 250 ml. Vazhdojmë përzihen me tel kuzhine, derisa vezët dhe sheqeri të treten të përzihen dhe të bëhen bashkë. Për këtë recetë të kësaj ëmbëlsira nuk do ta përdorim fare mikserin. E gjithë përzierja bëhet në këtë mënyrë me dorë. Është një nga ato kekat më të vjetra, ashtu siç e kanë. E gjithë matja e kësaj ëmbëlsire bëhet me gota, pra me gotën e njëjtë të madhësisë së njëjtë. Tani të njëjtën gotë e kam mbushur me qumësht, një gotë 250 ml. Në të njëjtën sasi, me të njëjtën gotë, shtojmë edhe vaj, 250 ml. Përzihem mirë edhe një herë me tel kuzhine, derisa të sigurohemi që të gjitha produktet janë lidhur mirë, para se të vazhdojmë të shtojmë tani produktet tjera. Shtojmë tani që të shtojmë miellin. Miell do të shtojmë 2 gota njëjtës madhësi, pra njëjta madhësi që e përdorim gjatë gjithë recetës. Një gotë prej 250 ml. Shtojmë edhe gotën e dytë. Njëherë shtojmë një pak o pluhur për pjekje dhe një vanil sheqer. Dhe përsëri përzihem mirë tani që të sigurohemi që nuk do të na mbesin ngrutka tek ëmbëlsira, që mielli të tretet tek brumi. Do ta kontrolloni miellin tani, sepse ndodh që ndonjëherë na duhet pak më tepër miell se sa 2 gota. Do ta shihni nëse ju është shumë i hollë, do t'i shtoni edhe një lugë gjelle më tepër, por unë mendoj se është tamam, sepse do të vazhdojmë tani që këtu të shtojmë edhe ara. Vazhdojmë që të shtojmë tani brenda 100 gram ara të bluara. Dhe do të shtojmë brenda edhe një mull të bërë në rinde. Përzihem edhe një herë që gjitha produktet tani të lidhen edhe një herë dhe të bëhen bashkë. Dhe ëmbëlsira është e gatshme për ta pjekur. Kjo është një nga ëmbëlsirat që më rikthen në fëmijërinë time. Një super aromë, shumë e lehtë dhe plot shije. Marrim një tepsi mesatare dhe poshtë tepsisë kam shtuar letër për pjekje. Nëse keni dëshirë, mund ta pjekni edhe në formë rumbullake. Transferojmë në tepsi, është gati për ta futur në pjekje. Fura është e parangrohur mirë në 220 gradë, do ta pjekim diku prafërsisht 25 deri në 30 minuta. Keku është gati, është pjekur, sapo e kam larguar nga fura. Lejojmë të tofet diku prafërsisht 10 minuta para se ta shërbejmë. Pasi është ftohur pak, vazhdojmë me prejmë në forma katrore dhe sipër e mbulojmë me sheqer pluhur. Keku është gati, e kam shërbyer në pjata më të vogla, dhe sipër i kam shtuar edhe pak ara. Do të vazhdoj që ta shërbej me një çaj për një pasdite të bukur. Shpresoj që do ta provoni edhe ju dhe do të ngeleni të kënaqur edhe nga shija e kësaj ëmbëlsire. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.